Po ta them që në fillim që gjykata e apelit nuk është ende me numrin e plot të gjyqtarëve, nuk është ende me numrin e sallave të gjykimit, pra me godinat, me infrastrukturën, dhe nuk është ende me një sistem modern menaxhimi çështjesh. Kështu që nuk mundet i kërkojmë gjykatës sa apelit sot për të thënë, shiko, kemi nevojë për gjykata të ktheheshim te gjykatat e apelit siç i kishim më përpara në modelin e mëparshëm me 6 gjykata e apelit, sepse nuk e kemi provuar ende. Pra gjykata e apelit duhet të ketë një godinë e cila ofron kushtet për gjykimin e shpejtë të çështjeve, një sistem që menaxhon ato çështje shumë shpejt dhe numrin e plot të gjyqtarëve. Atëherë ne mund të themi nëse ky sistem ka dështuar apo ne kemi nevojë të rishikojmë hartën gjyqësore. Kështu që pa ndodhur kjo gjë, nuk e di nëse ishte kjo pyetja jote, thelbi pyetjes tënde. Jo, nëse nuk ju përgjigja të ludhem. Që do të thotë, më bëj një pyetje tjetër që ta konkretizoj më shumë. Përpara reformës në drejtësi ne nuk ishim shërbim ndihme juridike. Që do të thotë nuk ishim as parësor para se të shkosh në gjykat, pra një qytetar që nuk ka nevojë të shkojë në konflikt gjyqësor, dhe as shërbim dytësor që është shërbimi që ti merr gjatë një procesi gjyqësor falas. Dua të them që kostot, shërbimi juridik i ul për ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë. Hartës gjyqësore. Atëre ktheju përgjigjes së pak. Pa provuar që gjykata e apelit që ne kemi në Tiranë ka numrin e plot gjyqtarëve, ka godinën e dur dhe sallat e gjykimit dhe ka edhe një sistem menaxhimi modern çështjesh, transparent, të shpejt, efikas, ne nuk mund të themi dot që ky model i qëndërzuar përkundrejt një modeli tjetër funksionon. Pse? Sepse duhet të kujtojmë edhe një herë, në vende europiane, gjykatat e apelit nuk janë brenda qyteteve ku jetojnë njerëzit. Njerëzit për të shkuar në gjykatë apelit duhet të udhtojnë dhe në vendet europiane. Ajo çfarë ne duhet të shikojmë është sa kohë duhet dhe çfarë kostosh ka kjo. Po pa provuar këtë gjën se si e kemi ndërtuar, unë nuk mund t'i përgjigjem pyetjes. Ajo çfarë mund të them është që vitin tjetër do të filloj nga Këshilli i Lartë Gjyqësor rishikimi i efikasitetit të hartës gjyqësore dhe aty besoj do të ketë vend për të parë edhe këtë pyetjen tënde për t'ju përgjigjur me hollësi. Shumë faleminderit e para një herë, shumë bujare nga ana juaj që keni shpenzuar kohë për të dëgjuar edhe diskutimin e djeshëm në parlament. Në pyetjen tuaj, fjala kyçe që unë kapa ishte perceptimi për korrupsion. Sa i rëndësishëm është perceptimi sot, unë besoj që të gjithë ju e provoni këtë gjën në jetët tuaja, se si imazhi dhe gjëja se si dukesh, apo si dukemi, apo si duket Shkodra, është më e rëndësishme për disa, se sa me të vërtet se si jemi, se si jemi ne, se si e Shkodra. Dhe ndaj, unë besoj që betejën e kemi në disa fronte. Betejë e parë është te realiteti i përditshëm. Por ç'a ka bërë Shqipëria për të luftuar korrupsionin? Dhe unë besoj që Shqipëria ka bërë atë që asnjë vend tjetër në Ballkanin Perëndimor, por në Europën lindore, për sa i përket luftës me korrupsionin, nuk e kanë synuar, por nuk e kanë realizuar dot. Dhe çfarë kam parasysh këtu është asnjë vend nuk vetoi sistemin e vet të gjyqësorit. Projekti më afatgjatë që ka bërë Bashkimi Evropian me një vend përpara aksesimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian është me Shqipërinë. Dhe kjo nuk është merit e Bashkimit Evropian apo e qeverisë. Unë besoj që kjo është merit e shoqërisë shqiptare, e cila ishte e gatshme që të mbështeste një shumicë të vet parlamentare, qeverisëse, që të mundet ta drejtoj drejt këtij ushtrimi të dhimbshëm, por të domosdoshëm, në mënyrë që arbitri në shoqërinë tonë demokratike të fitonte integritetin dhe të drejtën
për të ngritur kartonin, për të dhënë urdhrat e rregullave të lojës dhe në fund fare për të shpallur edhe fituesin që është qytetari. Për këtë arsye unë besoj që ajo çfarë është bërë është e pashembull. Ajo mënyra se si e kemi perceptuar dhe se si e kanë perceptuar vendet europiane, unë besoj është raporti që bën Komisioni Evropian, i cili është trupi teknik i Bashkimit Evropian për të matur zhvillimet e një vendi, progresin e një vendi. Ne politikanët na pëlqen retorika politike, ne duam të tregojmë një retorikë politike e cila është sa më bindse. Burokratët, teknokratët e Bashkimit Evropian janë në Komisionin Evropian dhe se si e perceptojnë ata luftën e Shqipërisë ndaj korrupsionit, lexoni progres raportet dhe lexoni sidomos raportin e fundit i cili flet dhe për piketat e ndërmjetshme. Si i ka përmbushur Shqipëria piketat e ndërmjetshme. Dhe unë besoj që ky perceptim tani duhet të rritet dhe në një nivel shoqëror. Secili nga ne duhet të fillojë dhe të bëjë pjesën e vet. Për sa i përket pakthyeshmërisë, unë besoj që është e pakthyeshme për shkak se deri më sot sistemi funksionon me shumicë parlamentare. Parlamenti është, pra njerëzit ne votojmë, zgjedhin përfaqësuesit tanë parlament dhe parlamenti fillon dhe të shpërndajë pushtetin dhe është autori kryesor i reformave. Ekziston një shumicë e fortë parlamentare dhe ekziston një besim i fortë publik në reformën në drejtësi, që unë besoj që është një nga elementet, një nga parakushtet e pakthyeshmërisë. Tjetra është, sistemi është i organizuar në një mënyrë të tillë që siguron një pavarësi të plotë sistemi i drejtësisë, pra janë vetë këshillat që qeverisin, kontrollojnë njëri tjetrin, inspektori i lartë i drejtësisë, gjithashtu një figurë, një institucion kushtetues i pavarur. Thënë këtë, ka vetëm një do ta quaj rrezik ose parakusht, besimi i publikut. Sistemi gjyqësor duhet vazhdoj të shërbej çdo ditë besimit publikut. Dhe besimi i publikut nuk është vetëm te ndëshkueshmëria e njerëzve me pushtet, besimi i publikut është ajo që diskutuam edhe sot, sa kollaj aksesoj gjykatën, sa lirë e aksesoj gjykatën, sa shpesh dhe sa shpejt e aksesoj atë, sa shpejt marr në dorë një vendim gjyqësor, sa shpejt e ekzekutoj atë vendimin gjyqësor, sa shpejt mundet të merrem vesh me një palë që jam në konflikt pa shkuar në gjykatë e kështu me radhë. Pra, në këtë mënyrë ne duhet i shërbejmë çdo ditë besimit të publikut. Nuk e di a ju përgjigja do të pyetjes tonë. Kemi humbur disa shoqe të tua gjatë pyetjes. Mendoj se shkova gjatë. Po shkojnë te klinika. Sipas vendimit tuaj, a do mbush harta regjistore kriteret e përcaktuara objektiva